Shikoni, ajo që ka është e dhemshme dhe për mu e pa falshme, që të ndërtohet një koalicion, një koalicion i cili thirret në vedije kombëtare dhe ofron një frymë antikombëtare, nuk është bashkim, është përçarje. Po cila është fryma antikombëtare? Se kjo deklarata është pak e rëndë. Po më lejo atëherë krejt. Ne, si shqiptarë në Maqedoni, kërkojmë të drejtat kombëtare, Ne nuk kërkojmë të drejta fetare, sepse të drejtat fetare janë në një shtet laik të garantuara, liria fetare është e garantume. Të drejtat kombëtare, legjitime të shqiptarëve, janë të mbështetura të gjitha kombeve. E drejta jonë kombëtare ka legjitimitet, ta mbajmë mend, ta definojmë mirë, ka legjitimitet ndërkombëtar dhe kushtetues. Dhe në momentin që ti këtë legjitimitet e lëkund duke tentuar që të frysh brenda një frymë fetare, atëherë ti e dobëson çështjen, vizionin, strategjin, godet të drejtat kombëtare. Kjo është problemi.